Quhet Bajram Bajrami, si që theksot edhe juve, jam I lindër 1925. Shkollën fillore kam kryer në kohën e ish Jugosllavisë, në kohën e Mbretërisë Jugoslave. Shkollë 4 klasë në atë kohë, kuptohet, edhe në gjuhën serbishte. Arshimin e vazhdova me vonesh, arshimin e mesëm, si ti tham, shkollën normale. Në atë kohë nuk ekzistonte normale akoma, po kuadri aftësoheshte nëpërmjet kurseve të pedagogjike në atë kohë. Fillova kursin pedagogjik 1948. Në Shkupa, kupton, si gjithë kolegët e mi edhe unë, nëpërmjet atyre kurseve, u aftësova, thome, për mësuese, kupton, të apo jo. Po, jo për një herë, kuptohet, gjatë verës ne I përcjellim kurset, ndërsa kohën tjetër mësonim nxënësit në shkollë. Arsimi në Kërçovë, këtu kanë edhe, ka fillu mas lirimit aty, ka vitin 1945. Arsimtar, mësues kuadro, s'kishim në atë kohë. Edhe kuadri parë ishin të edhe nga Shqipëria, ato dishta çosh, kupton, ma vonë, ne ishte nevoja që edhe vendi jonë të nxjerrë kuadro, kështu që nëpërmjet kurseve, gjeneratat e para u aftësuan për arsimtar, gjithsesi për mësuesin. Çka ka qenë? Kur ja keni nisur me punë si mësues, në cilin vend keni punësuar për herë të parë? Me punja kum filluar 1 dhjetor 1947. Në fshatin tim pikërisht, në Greshneq. Ashtu mrafati mu, se në atë kodin nuk dhe ishte të Ministria e Arsimit e mënonte mësuesët në atë kodin, edhe kotët binte në Reshnjë, në Manastir, në Shkup, në të vishe malore, kupton që të... Mirë po, pashtu fatim qëlloj mu, bash u emrova në fshatin tim, edhe aty e kalova tërkohë. Çfarë virtyte duhet të ketë mësuesi kur dihet se ajo shprind dhe krijon vlera të reja? Po, puna e mësuesit nuk mund peshohet, nuk ka peshoj që ta masha, kupton vlerën e mësuesit. Sepse dihet se gjithë profilet, gjithë kuadri, a kupton, I nevojshëm për kohën, del për aty. Prej fjalës së mësuesit, kupton për aty. Aty gjendet fëmija në fillim, edhe pastaj vazhdon më të tjetër. Po shkollimi gjithmonë shkallë shkon. Shkalla fillestare deri në klasën e 8, pastaj shkolla e mesme dhe vazhdon pastaj fakultetin e 8. Tash dhe përcaktohen njerëzit në drejtime të ndryshme. Dihet a kupton në profile të ndryshme, jurista, ekonomista, mjek. Pse arsimtarët nuk e lejojnë nxënësin që vetë ta zhvillojë mësimin, por vazhdon edhe mësimin skolastik, mësim përmendesh, siç e bën ta bashkohet? Po shive në atë kohën edhe ishte absurde, a kupton, të zhvillosh një mësim modern, se nuk ekzistonte kur gjanë atë kohën, nuk ishte kohë e kompjuterëve, fjala vjen e ku ta diun e mjeteve, që ka jene jetë bashkohore, që të bazuar në kushtet e Evropës së sotme, kupton. Në atë kohë s'kishte, pi pllakave të gurit filluam neve, pi fletoreve, kupton, edhe çashtu. Ajo ishte shumë punë e rëndë, punë e zorshme për atë kohë, kupton. Mirë po, megjithatë atëherë më dojë mos fjalën duheshte ta ketë mësuesi se s'kishte nxënës ku të orientohet. Nuk kishte kompjutere ku të diu në atë kohë. Me dojë mos, e kupton. Mësuesi ma tepër e kishte fjalën aty. Po, çashtu ishin kushtet. Për atë kohë, e sot, ka ndryshuar kushtet, ndryshe sot.
Është ka qenë atëherë. Si do ta shprehni relacionin arsimtar, nxënës, prind? Po sheve, këto punë duhet të jenë të koordinume, e kupton të apo jo. Nëse nuk janë të koordinume, prindi, arsimtari, edhe nxënësi, e kupton, atëherë nuk ka sukses aty di. Duhet të gjithë faktorët të hapin kontributin e duhur këtu, që të mundet të arrihet të me suksesi. Edhe nxënësi të vetë? Qështu. Sigur të kishit mundësi të zgjidhni pra profesion, cilin profesion do ta kishit zgjedhur? Po sheve, unë personalisht flas për vetveten time, e kam mandrohu që ishtë në kohën në filloren, në klasën e 4 fillore, në atë kohë, që të bëhem arsimtar. Të dedikohem arsimit, edhe ajo andër u realizua, kupton, shumë ma vonë. Se duhet të theksoj, shkollën fillore, e kam kryer në gjuhë serbishte, thash edhe parash, 36-37 viti shkollor ka qenë. Edhe 27-ën, mas 10 vitish, mas një dekade, po bona mësosën, kupton, po si, me shkollën fillore 4 klasë, që është absurde gjam me të regu në këtë kohë se ka qena që shoja, kupton. Beson njeri, po qështu ishi kushtet në të kohë, kupton. Klasën e 4, fillore, jo 8 klasën që sot, edhe të kthejesh mas 10 vitesh, pastaj të mas ditaren të hysh të klasë të apë mësim. Si e këshilloni brezin e ri arsimtarët dhe nxënësit? Po, në kushtet tona, duhet të apin më tepër kontribut arsimtarët, po edhe nxënësit e kupton të mobilizohen më tepër në mësime kështu, sepse i kanë kushtet të gjitha sot. Edhe libra, edhe tekste, edhe dorasake, ku ta diun, mjete vizuele, në për klasa, kupton, gjithë kushtet i ka, edhe kompjuteri ka erë në shprehje, edhe pse nxënësi i ngran, i piri, veshen, të thash, pse të më e hap kontributin nxënësi, po pse edhe mësuesit më e hap ato forcat maksimale, a kupton ti që parrihet sukses sa më i volitshëm tek nxënësi. Ashtu. Tani do t'ju pyes, a e keni shikuar ndonjëherë emisionin për fëmijë dhe çfarë do thoshit për këtë emision? Po, më pëlqen shumë, a kupton se nëpërmjet kësaj skaliten, a kupton brezat e reja, kupton te po ushtrohen, munden të shprehen gojarisht kështu, oratoria e nxënësve zhvillohet nëpërmjet këtyre emisioneve. Shef, unë tani arsimtar jem, sos kam qenë, po që 10 vjetë që jem në penzion, megjithatë më duhet pak kohë të menohem, po të shprehen pastaj din. Edhe kështu janë këto punë, duhet vazhdimisht nxënësi të shprehet lirisht, kupton, të mundet të ushtrohet, më ushtrohet, shtanget në vend, kupton, më mundet të shprehet. Dhe për fund, a keni diçka të shtoni që ne ju kemi pyetur? Po zdi që thomun, këshilla ime do t'ishte që sa ma tepër të mobilizohen, si arsimtarët, ashtu edhe nxënësit, po ashtu edhe prindrit, se këto janë 3 faktora, kupton që ndikojnë në arsimimin e brezit të ri. Që ishte këshilla ime. Zotri Bajram, mua së mbeqe gjë tjetër, e veç që falenderojmë për zemërsisht që ju përgjigjet ftesës tonë të jeni mysafër në emisionin. Po e zdi, po e vazhët, gëzohem edhe unë të që edhe në mezhën të uj pak të nifemi shtutin me gjenerat në reje, kuptan të apo jo.